Të dashur shqiptarë, jemi live dhe po ju tregoj sot në monitor origjinën e fjalës Dardanus. Është një origjinë e shenjtë. Dardanus ishte djali i Zeusit, por ndërkohë duhet kemi parasysh që emri i tij është i lidhur me ndërtimin e Trojës. Jam shumë i emocionuar. Nuk kam dalë ndonjëherë live më përpara. Tani ky zbulim është shumë i rëndësishëm sepse un kam lexuar veprën e Prokopit të Cezares dhe atje është regjistruar një qytet i jashtëzakonshëm i cili quhet Dardapara, dhe un kam zbuluar që në qytetet e Dakis, kur përdoret pjesë e tokfjalshit Daba, ka kuptimin e qytetit, ndërsa kur përdoret fjala para, ka kuptimin e një vetbanimi më të vogël, ndoshta të një fortese. Edhe në gjuhën italiane, pasardhëse latinishtes, para ka kuptimin mbrojtëse. Ata që din italisht mirë e din këtë gjë. Dhe në gjuhën italiane vendoset gjithmonë si parashtesë, ndërsa në gjuhën dake, domethënë para rumune, vendoset prapashtesë. Kjo tregon që gjuha rumune nuk është bie latinishtes, siç mendonim deri tani. Rumunët dhe arumunët janë autoktonë dhe janë vëllezër të Dardanëve, dhe qyteti i tyre është Dardapara. Një nga gjërat më të rëndësishme që un kam zbuluar është fakti se po përdor një mikrofon dhe nuk e di a dëgjohet me mikrofon. Në qoftë se dëgjohet, më shkruani poshtë filmit që dëgjohet. Pra, rezulton që Dardapara është qyteti i rëndëtuar nga Justiniani i parë, dhe kjo tregon pra që ilirët janë autokton, shqiptarët janë pasardhës të ilirëve, dhe për herë të parë deri tani ka dalë vazhdimësia plot. Nga ilirët tek Dardanët, tek populli i Kosovës. Për më shumë se 28 shekuj, grekët janë përpjekur ta denigrojnë figurën mitologjike të Dardanit, dhe ata kanë thënë që lidhet me fjalën Dardanei, që do të thotë bëj ujë të trash në gjuhën greke, por nuk është e vërtetë. Fjala Dardanos është me të njëjtën prapashtesë si Albanos, në gjuhën greke Alvanos. Dhe edhe emri Dardanos edhe Alvanos janë krijuar në të njëjtën mënyrë. Pra ilirët flisin një dialekt helen, por jo greqisht. Dhe emri i Dardanosit është i lidhur me simbolin e degës së dardhës, simbol i paraqitur tek spartanët. Spartanët, krejt ndryshe nga demokracia e Athinës, sundonin me 2 mbretër që përfaqësonin 2 fiset më të mëdha. Një lloj si në Shqipërinë e sotme, partia sunduese dhe partia në opozit. Edhe tek Dardanët ekzistonte pikërisht pra kjo mënyrë e sundimit të 2 fiseve, pra nuk kishte nevojë për zgjedhje. Kjo është shumë e rëndësishme. Nuk kishte nevojë për zgjedhje. Dhe dega e dardhës, sipas autorëve që përshkruanin fiset spartane, mbahej siç mbanin romakët, flamurët e legjioneve, spartanët mbanin degën e dardhës, që përfaqësonte 2 degëzimet e ndarjes së pushtetit.
Dhe dim në këtë sepse dy degëzimet përfaqësojnë vëllezrit Tindaridai, që ka kuptimin bijtë e Zeusit. Pra në qoftë se në Dodon Dushku ishte pema e Zeusit, tek Dardanët ishte Dardha. Dhe degëzimi i dy degëve përfaqësonte degëzimin e pushtetit. Kjo është shumë madhështore, kjo që kam zbuluar. Të mendosh që Prokopi i Cezares përshkruan qytetin në Daki, Dardapara, shpjegohet kështu: Ilirët, ashtu si dhe Helenët, krijonin qytete motra. Janë 26 qytete me emrin Apollonia dhe janë të gjitha qytete motra, po ashtu janë të paktën 2 qytete me emrin Dardania, një në Azinë e Vogël, një tjetër tek Dardanët dhe qyteti i tretë është Dardapara. Pra, kjo që ka ndodhur është përtej imagjinatës njerëzore, po regjistroj këtë film i veshur me pijama, sepse kur e lexova në veprën e Prokopit të Cezares, e ndeza me njëherë kameran, pa ndonjë fanfar të posaçme. Pra, ky ishte prezantimi im, besoj se ju ka pëlqyer, më shkruani çfarë mendoni për këtë gjë. Duhet ta dini që un kam hapur disa konto të ndryshme në TikTok që t'i shpërndaj 4000 filmat e mi që kam bërë për ju. Në mënyrë të përqendruar janë tek Albanian Dictionary ose fjalori shqiptar në YouTube, ndërsa në TikTok janë shpërndar në konto të ndryshme. Sepse nganjëherë përdor TikTokun në punë, tek kompjuteri punës, nganjëherë përdor TikTokun kur jam duke ardhur nga tregu ku kam bërë pazaret dhe më del ndonjë ide dhe e regjistroj në TikTok. Ndërsa në YouTube do të dalin filmat më të rregulluar. Në TikTok gjithmonë dal live, domethënë pa i redaktuar filmat asnjëherë. Asnjë nga filmat e mi nuk janë të redaktuar, janë të regjistruar me një iPhone 13. Ky ishte prezantimi im. Më shkruani çfarë mendoni. Pra, e kam lidhur dhe në kompjuter që ta shikoni vetë, që emri Dardanusit nuk ka kuptimin ujë të trash siç mendojnë grekët, por ka kuptimin pikërisht dega e ndarjes së pushtetit, dega e vëllezërve binjak Tindaridai, ose bijtë e Zeusit. Është simbol i shenjtë, dega e Dardhës. Dhe të gjesh qytetin e tretë, Dardapara tek Dakët, tregon që rumunët dhe arumunët janë fakt vëllezërit tanë. Ju faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim në takimet e ardhshme live. Jam shumë emocionuar. Mirupafshim, të dashur shqiptar.